Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Pasta Garofalo, Prince Cafe, Mielli Finesa, JP.com dhe uji Alkaline. Let, lirë, shpejt, shishëm, shëndetshëm. Wow, 5 elemente. Zilja. Qfar ere mirë është jo ardhë, e këne agjerushëm. Edhe pak, edhe pak. Amo shumë të qishme. Një këngëtare e cila u bë viral në rrjetin e famshëm social TikTok. Shumë natyre but, po me një zë si pushka. Kërbeni, lejlim lej, këtër të zlarë më burdan uza. Mirëmëngjesi shikues, mirë se po takohemi me karanfila. Sa të mira janë karanfilat, a? Karanfilat e freskët nga Flon Flower Shop. Jo rastisht jam dalë te lulet, sepse jemi në ditën e dytë të muajit shumë të bukur pranverës. Po shkoj po afrona te këto lule tjera që nuk ishin trëndafila, po emrin e kishin ndryshe, tash se kom telefonin afër. Po ja, që kom përshtat sa ke, me thoj. Ja, ku shkova me i zgjedh, thash, o, sa mirë, po më shkoj ka me thoj, ha. Dita e dytë e pranverës, ha, muaji pozitiv, më pozitivi, po themi sepse i paraprin verës, ha, kur gjithçka lulëzojmë edhe ne. Shumë nga ne jemi në depresion gjatë dimit, ty fillu prej meje, me nëzispres për është dielli. Ka njerë thëmë edhe dimit, a i dielli me dhëmë na bën me buseshje. Kënaqësi që po takohemi edhe një të diel, kënaqësi që na shiqoni, na komentoni, na i gatuani recetat, me shpresën që ju ka shku më lehta ky Ramazan. Ka fillu ma herët, temperaturat kanë qenë të mira, edhe kanë ngel vetëm edhe pak ditë derisa do të përfundoja. Bravo ju qoftë gjithë juve që keni agjeru. Edhe sot do ta mësoni edhe një recetë për iftar që më njëherë po e zbuloj, sepse të ftuarën e pyeta për çka vdes ti. Tha, unë vdes për pastat, për drekën italiane. Shumë e prita që ka me kërku diçka tradicionale, sepse edhe këngëtaren, që vetëm pas pak do të na vinë në studio, që është Loreta Zeqiri, e kemi me Ramazan. Dhe shikues, ky emision në momentin që po xhirohet në këto momente, është kohë iftari. Pra unë do të gatuaj një iftar për Loretën, edhe i lumtë asaj që po e mban edhe ajo Ramazan, bilem duke pa që çdo vit po kemi njerëz që më shumë po agjerojnë. Me qenë se përmenda Loretën, po e zbuloj me njëherë se kush është Loreta. Një këngëtare e cila u bë viral në rrjetin e famshëm social TikTok. Unë nuk e kam njoft, sepse nuk është që futem në TikTok shumë rrallë nëse dikush më dërgon diçka shiqoje. Por e kom pa që ka qenë ftuar te kolegu im Resuli, që përshëndes Resul shumë. Edhe ishte një video ku ajo këndonte turqisht, edhe sinqerisht e kishte dridh. Dhe sa e pash,
me zërin që Loreta ka dhe ja ka falë të dhunti Zoti, ajo nuk ka nevojë për muzicient, për muzikant. Mjafton zëri i saj dhe ajo e kallë. E pyeta, a këndon në dasma? Po thanë, këndoj në dasma, e këndon zhanrin popullor, e çan atë zhanër, ka edhe këngë të saja, dhe shumë vite më parë, Loreta do të zinte vendin e parë midis mbi 140 shteteve që patën marrë pjesë në Turqi me një gatë për cilën ajo vetëm ta tregoj. Do më thonë, mendis po pres që t'na vi këtu Loreta dhe t'na e kallë këto epizoda. Keni me u kënaqë shikues me të, një vajzë shumë simpatike, shumë natyre but. Shumë natyre but, po me një zë si pushka. Do ta shtim edhe turqisht, edhe shqip me na këndu. Dhe po, tha dua arabiata, tha ana, mos me të kallëzu, tha drejtën. So herë tha dal me familjen në restorant, tha më vjen marrë, tha se veç kom qef me hangër arabiata. Kështu që kom ja bo shikus shumë djeksta. Arabiata do t'ja gatuaj me pastat më të mira italiane në vendin ton që i kemi Garofalo. Shkoni në marketet tona dhe mund t'i bleni, janë të freskëta, janë super pasta artizanale. Me qenë se jemi tek produktet italiane, kemi Riso Scotti në orizin më të mirë italian, në vendin tonë në treg. E tash po shkoj lartë. Ciao Berto dhe Franke, faleminderit Ciao Berto që jemi bashkë krejt ju që po renovoni shtëpi, po bleni shtëpi apo banes. E janë në Ciao Berto sepse ka oferta, i kom pa me përqindje oferta në kënde të ndryshme këtu, shfrytëzojeni dhe automatikisht kodin shija anës prej 10%. Pse jo? Princ, do të pim me Loretën Princ, por Princin në këto ditë Ramazanit po na shoqëron edhe baklava, shija, tradita më e mirë turke, të cilën tashmë e kemi në vend nga kompania, firma e njohur Mado. Mado në gjeni në Prishtina Mall dhe u lodha, ka një herë kur janë nisi me folën e si Robert, pa ndryshme. Dhe gjeni Laramani të ëmbëlsirave, me çmime të mira. Kështu që, ka ma mirë kur na vjen një musafir në shtëpi edhe e shërbej me produktet më cilësore. Atëherë duhet gëzohemi sepse s'kemi nevojë me shku në Stamboll në Mado, sepse Mado na ka ardhur me derë të shtëpisë. Mjelli finesa, mjelli më i mirë vendor, në 2 javë parë kishim kolpitën e famshme të Ryvës me presh, o zot, me dispo pres, me provu dhe me gatu atë pite. Dhe alkaline. S'ka ma mirë kur iftari nis me ujë. Atëherë, bleni ujin alkaline me pH prej 9 dhe më i miri në treg dhe mjaft fola. Tash garantët dikush për shikuzve fort mirë e theon, bëll folje, se vëlla po fol, e di vëlla. Gjdo epizodi thëm cakit, që cakin e kom përball, thëm caki be te për gati introt. Onë tha e vërtet te për gati introt. Gresa Begolli, Gres, faleminderit për grimin natyral dhe të Albani, a i theli mi ka fenirat flok natyral. Edhe ju përshëndes, mos harroni që jemi live në kanalin tonë zyrtar, shija anës në YouTube, subscribe, na ndiqni gjithandej, ka do që jeni. E përshëndes diasporën, kom pa që diaspora ka ardhur për Ramazan. Bagem Prishtina, kom pa me vetura, halal ju qoftë që s'po pritoni me vëzit deri në Prishtinë me vetur, bravo. Po shkojmë me një blog të shkurt marketingut dhe po fillojmë me u bogati, fillojmë të gatuajmë pastat e famshme italiane arrabbiata me 2 rëja, arrabbiata. Janë të djegsta, shumë të thjeshta. Na nevojitet hudra, majdanozi, farat e piperit kuq, edhe pastat më kualitative, e të cilat janë Garofalo. Shikues, tani është momenti për të gatuar super drekën që na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 10 minuta, 15 po e quaj komplet me zjerjen e pastave që i kemi. Penet nga Garofalo, penet më të mira italiane, pastat më të mira artizanale, që e ruajnë traditën e tyre. Dhe do të bëjmë arrabbiata të djegsta. Bukur që të kam mendu që për iftar me pas edhe makarona anash, kështu që një recet ideale, tipike, italiane dhe shumë e lira për ta gatuar, sepse kemi vetëm pak përbërës.
Duke filluar pra kemi majdanozën, ja, kemi majdanozë të freskët, kemi peperoncino, fara të biberit të kuq, kemi 4 thelb hudër, kemi vajin e ollirit, moninin më të mirin në treg, dhe po ashtu edhe salcën pomodoro, 100% nga domatet e freskëta, 100% fresh, taze krejt, këtu ujina është nxe, para se ti vendosim pra makaronat, me njëherë pa humbur kohë, do të vendosim tek fërterja këtu sepse na është nxe, vaj ulliri, pra ekstra të virgjën nga monini, dhe me njëherë do t'ja bashkojmë hudrën bashkë me peperoncinon. O zot, shiko çfarë arome po vjen prej hudrës dhe farave të piperit kuq, peperoncino, dhe kanë lshu ato ngjyrë sepse janë fara të kuqe, dhe pa humbur kohë me një, ja, u hap. Do të vendosim salcë domates, pra e kemi salcën italiane me domatet 100% të freskëta. Ja, ta vendosim të tërën. U bloku prej domateve, ju thash që është salcë 100% prej domateve, ja, u bloku, sigurisht ka ngesë ndonjë domate. Tek salca do të vendosim pak krep vete, ja. Dhe pak piper të zi. Okay. Shikoj, salca ka fillu me marrë valën e vetë, uji na ka vlu pashtu. Momenti për pasat më të mira artizanale italiane në vend Garofalo, do t'i vendosim në tenxhere të cilat do t'i zihen al dente. Ja, pra, shikues, një detaj shumë i bukur, kur t'na teprojnë në këtë mënyrë, trak, i mbyllim. Okej, ja, pra, shikues, makaronat na janë zi, i kemi al dente, salcën e kemi, o zot çfarë arome. Pa humbur kohë, tani, do t'i marrim ja kështu makarona. Ja, do t'i vendosim drejt tek salca, ja. Si se kanë të hashta. Ta hajmë. Kush nuk i don shumë al dente, deri sa të përzihen ja 2-3 minutat e salca, zbuten. Ja, dhe pak. Okej, tani do të vendosim pak nga uji i pastave, ja kështu. Edhe pak. Do t'i përzihem mirë, ja. Dhe tani ta marrim majdanozën, ja kështu, ta vendosim krejt majdanozën, ja. O zot, makaronat i kemi gati. Unë vetëm ta provoj një kështu. Ja. Let, lirë, shpejt, shishëm, shëndetshëm. Wow, 5 elemente. Zilja. Na erdhë Loreta mu në ko. Do ta lë makaronën në temperaturë të ullt kështu. Po shkojmë po e hapim derën dhe kthehemi shumë shpejt. Hajta lidhim besëno, me një fije kashte. Hajta lidhim, o zot, sa të mira po duken. Ana veç tirë edhe nuk është kërka heq. Ana! Qfar ere mirë është jo ardë, e këne agjerushëm.
Edhe pak, edhe pak. Duna me prit edhe pak. Ana Maria. Jo bre se s'ki me prit. Po kush ta qeli derën? Razil, ja unë shkollë me ta qeli derën. Po ka erdhe ti. Unë shkollëve? Unë e lift. Ate me lift. Shumë. Mirë se na ke ardha. Shumë faleminderit. Mirë se na erdhe të Shianës, Loreta. Knaci që të kom këto. Unë kom të makaronat që pas ke bu, po m'duket shumë të shishme, edhe qa që më kanë zonë. I kom të regu shikuzve, shikuzi kom të regu. Dhe ata që sapi janë zgju, sepse dikush po na shen këto moment, apo i themi mirë mëngjesi gjithë atyre që janë zgju, me të pa e me të dëgju sot. Për ty e kanë shuklanin. Mirë mëngjesi krejtve, edhe fillimisht dita shumë e mirë. Muji shumë i mirë. Po shpresoj që kom e kalu këtë vit si pranvera. Po zemëna, jemi në ditën e 2 të pranverës, 21, 22, 23, ditën e 3 të pranverës. Shikuesit për na shohin, unë e krejt në fillim e kam thonë shikues që ky emision po xhirohet në kohë iftari. Loretën e kemi me Ramazan, halal të qoftë. A e ke pas të vështirë këtë muaj? Ka qenë vështirë paka shumë, jo si viteve të kalune, po gjithsesi mirë. Ka fitu mendja, over që thonë trupit, kështu që jemi tu mundu hala veç pak problem. Pak problem pak ja kemi shtu iftarin, na e bon halal, po ki mu knoqë që tash. Mi ke lyp arabiatat? Arabiatat i kom lyp, se unë i dashuroj arabiatat. Dhe më thonë, e din krejt ata që m'njohin, edhe shoqënia dhe familja dhe krejt, sa që ka njëherë kur shkojna në restorant, hala pa e bu për rësin krejt më këqyrin edhe krejt një zërish. Thojnë arabiata për Loretën, ma ndevën e me zo pak ma tull të lipi arabiata, se më janë dyqysh ti për more, në stop arabiata. Atëherë, sa s'na u kam bot sholl, se din makaronat më uzbutë dhe duke najt në fërtere, apo ulleme? Po, lërësh. Po para se m'ull prit. Hajde me zërin tënë të bukur, me nota nga zëri bukur i Loreta Zeqirit, lëpë marketingun me këndim. Një reklam, shikusa, mos ndrani kanalin se këthemi shumë shpejt. Hajde. Me një kong? Një, shkurt. Një kong? Jo. Dyre ishta, edhe me lypë marketingun e ty shikusve, mos ndrani kanalin se këthemi për 35-37 sekunda. Okej. Atëherë, të dashur shikus, unë po e krej një kong këtej vërë shkurt. Manusha që lullumavi, manusha që lullumavi, me vjerën mos majmëri. Nëjse pak se dhe si porosi. Gjithsesi, marketing këthemi pas pak. Shikues, edhe one si me qenë me Ramazan. Makaronat i kemi gati, ja do t'i servojmë kështu. O, zot sa bukura. Loret, moj Loret, a je undë? Shumë undë. A shumë undë të di, mos t'i gjuna shikusë me Ramazan. Fillimisht uje një herë, Ja, uje një herë. Uje, kështë e marrë vajnë shikus, ujen. Që tash që shjena, edhe vajnë ujna me ti, ka pik problem. Kërkoj falje, apësha është dash me të ble hurma ose lokuma, ka dalë prej me Në karri kam. Sorry. Po? Kur ti në karri, po. A po? Jo, po. Kështë të thosh komere, a jo? Tash. Jo, bre, ta vonë mjafton, kaq apësha harova, sorry se 100 sane. Jo, ta më puna. Qa? Po fmitër s'ko di, a thuna i lutje, bismillah, Bismillah dhe mjafton. Mjafton, a? Të hajde. Qysh e përdorin të na shprehjen Kabul, po unë për ta thëmë Shqip ta pranovë Zoti, qysh thojnë, ha? Faleminderit shumë. Ja u pranovë Zoti gjithve, që po agjerojnë këtu momente. Pak problem as iftarit po na kopin edhe ethet, po njëherë për njëherë mirjen. Jem vesh pak ma Një piru për ty, Shumë ja dhe një salvet, me qëllim i zgjeda salvetat sot si bonbon, se edhe ciko ke si bonbon. Faleminderit shumë. Edhe për shumë kontrast, po edhe me thoj, edhe me veshjem. Ja, seriozisht, shumë ko kanë bukra. Djak s'ta i pas në do. Ka lyp arabiata, shikues? Ama shumë qeshme. Po e në? Klumë shindur. Apo ma bën qefin? Pasha zotin shumë të mira. Oke, boni besh, shikues, nuk bën raj shumë se me Ramazan. Unë i bëj bet.
Unë i bëj vetë edhe sinqerisht i bëj shumati që sa vjetë. Wow, sa kremoza. Ama sinqerisht që këto kanë tepër të mira, se zakonisht porosis në çdo vend arabjata jo krejt i kanë njëjtë. Okej. E tash i kam selektu vish disa vende, po edhe këto kanë shumë mira. Për mu për ndrysh është hera parë që bëj arabjata, kështu që kur më the arabjata, thash a din çka me sa e di unë, të shija anës, nuk janë gatu asnjëherë arabjata, kështu po më vjen mirë që faleminderit fal teje, gatova dhe arabjata Loreta. Ama sinqerisht i pas ke gatu tepër mirë. Wow. Ama shumë të shishme. Për bëfshin mirë. Edhe mjaftojnë besoj ashtu, për shembull Shumë kremoza. Janë tepër të lira për me i gatu. E thash, bravo. T'jeshme mu servu. Qashtu majdanozit, sa kontrasti bukur, a? Hajde ca kjo afër ta shohim pra ja. I kemi tepër kremoza. Fal Loreta, te na po i shohim. Po, janë shumë gjuse. Po dhe kur servohen ti qysh doken bukur. Pajtohem jashtë shikues. Wow. Fantastike. Esenca dhe te produkti final, domethënë shumë bukur mu dok. Si makaronat nuk di kush doket ma mirë. Ose unë i du shumë. Edhe unë i du shumë. Baba e më thotë të në para gjellë, çfarë dreke? Edhe unë një shumë njerëz që dojnë, Okej. na vinë ma shumë ushqim se sa veç makarona, se nuk ngihen me makarona, po për mu, unë jem praktike. Bravo. A gatu Loreta? Po, Hajt hani herës me iftar në Ramazan. nga tuj, unë jem motra, që me thonë, fëmija ma i madhë në familje, Okej. edhe mami me babin gjithmonë kanë qenë në zonën me punë. Pashteta, so konë gjithë shka që kena dasht na. Ashtu si kejtë fëmijë. Si kejtë fëmijë. Tash harroj me bleun, sa interesant. Ama, diqysh, edhe ajo ka lezetin e vetë, po gjithsesi, vjen një farë inspirimi për me bo diçka ma interesant, për vllon, për motrën, për ata dy, mamin edhe babin. Për këtë arsye kom gatu ege, edhe gatuj, vazhdoj gatuj, sidomos në këtë muaj në Ramazanit, çdo ditë veç hysha në TikTok për me këshyr diçka. Çfarë diçka mas interesante që ke gatu? Hajde, tregon. Diçka mas interesante që kom gatu. Po, Diçka nashta që u konë pak sfiduese për mu me gatu, jën konë specat e moshtë me mesh. o, dolma. Dolma. Opa, a e vendosë orit? Po, puna është që unë gjithmonë njëherë kur jem konë ma e vogël e pa ta bu dorez që nuk u zi mirë. Okej. E tash që ajo ma jep një farë frige që qka nëse orisi mrena nuk është i zi mirë. A ke mirë? Mirë, ka gjithë shka, super e mirë, dullën, dhe më thonë krejt kanë mirë. Po unë e pa ta një farë frige, thash okej. Edhe kur i hajnë krejt familja për herë të parë dhe ti ja u shef tyren, a është ty u pëlqy ajo? A u knaqen? Po, të mirë. Arabjata s'ki bo për iftar alo? Që erdhe të one për iftar. Për iftar, për herë të parë, dhe më thonë, po arabjata të ana. Shikues, wow, për me i pas na Edhe qadre qëfar arabjata. Wow. Të përgëzaj, sinqerisht. Edhe mu po më pëlqej kanë shumë shikues. Hajde cake edhe një herë. Hajde. Ja sa mirë salca na është bë, ja. Wow. S'kam komenta. Ndryshe? Ma që knaqe e Loreta shikur. Ka ma shumë qyshme, o zot. Apo, bofshin mirë. Knaqen. Knaqo. Unë e ma shumë knaqna kur që t'y hangër, hati? 5 minuta heshtje. Okej, 5 minuta heshtje. Lasë më shikues. Pra, receta na është bërë me 100% produkte italiane nga Italia, me domate të fresta. Loreta i kemi 100% e kemi përdorë salcën prej domateve të fresta italiane. E kemi vajnë më të mirë monini në treg, edhe pastat garofalo, i keni 100%. Unë këtu ta kom bo një dhurat, e keni qonë goxha të rënda. Wow, e keni dhurat goxha të rënd. O, shumë, Të cilat nga Migrosi, krejt të produkte do të isha i ki pasta. Oh my god. Ja. Unë e nesër, dhe më thonë apet sanin e njejtë. A bua? Sanin e njejtë duna me bo gjithësysh. Kjo ma bo tag. Gjithësysh. Ha? S'ka mundu me bo Që ta lojmë tutorials. qëto. Shumë panderit. Të i ki produkte. Panderit shumë. Bofshin mirë. Për fat keq pene nuk ki, po ki kachurela, se s'pata. Nuk ka lidhja. Me dredha, me kachurela, bëni. Unë i dashuroj gjitha. Bravo, po më vjen shumë mirë. Jo, e pa ta menu, edhe në ardhmen kur të bëj fëmi, garant ka me mpyt mam, çfarë makarona kena salt? Jo, Ti qa kim kena? arabjata pa djeksta. Arabjata pa djeks, jo pesto, jo. Unë shumë i du makaronat. O, edhe une, që, shku,
shkun. Ja, këmo më duke që s'po ha, veç më lavdron shikus. Sinqerisht shumë qishme. Po më i mongër të folë. A, mire ki, mos falë të po folë jone. Okej. Sa ka. Me që se do të flasim shumë në dhomën tjetër, je duke hangër makarona, pasta italiane, arabiata, të djeksta. Cila këngë ish këngë të pastave. Hajde. Që unë i kryva gati, shku. Edhe një shikues, ja e fundit që, ty e ngjy, o zot. Sinqerisht, nuk e di. Qa ke? Iku. A beson të ardhë, e menoj isha të isha, a ekziston këngë për pastat, si dhe qysh, njerëz që i preferojnë. Po, pastat ma dhojnë ndjenjë të lumëturisë, kështu që çdo këngë e lumëtur që është me verë, me ngjyra verore, me gjithë shka, dhe me thonë, i shkon pastave. 3 herë në ditë më hangër pasta, I never say basta. Pasta, never basta. Si. Shumë e mirë. Hajde, po e presim tani këngën. Duke shijuar, sepse është dhe koha marketingut Loret, kemi me pi kafe, besoj e pin kafen. Po. Kemi Prince. Që s'kom pi kafe të nditën. Një Për mu, Prince. ona kemi klasik edhe vanil, për mu vanilla, për ty? Edhe për mu vanilla. Yes. Bravo. Princip me princeshën. Me princeshën, ti e princesha. Ja, ti princesha. Hajde princesh, hajde, 1, 2, 3. Një kongë që e kësha knu turqesht, a bëni me knu një kongë turqesht? Hajde turqesht e këshim lona atje. Hajde me shqip e krymë kuzhinën. Me shqip? Okej. Qatë shumë kongë. Ose hajde turqesht. Jo, e menova një kongë kështu të lumëtër turqesht. Hajde turqesht, hajde. Karadeniz. Karadeniz, bre, det i zi për ndryshe shikues në përkëtem shqip. Hajde. Qaj e linda në teje, gidelu mjalli, jalli, gidelu mjalli, jalli, gidelu mjalli. Sirtin daki se petun ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Sirtin daki se petun ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Po besoj është të mjaftueshme. Ama po dëgjoj, se pas na dëgjua asnjëherë këtë këngë. Edhe shumë si në kurde. Është faktikisht s'po ngjan me turqishtën. Është Aneka Trabzoni. Edhe gjuha kur e kemi pas një fat turneje, edhe gjuha dallojke. Për shembull, e kishim ato frizerkat që veshin me na rregullu. Edhe më thoshin diçka unë se kuptojsha. Turqishtën e rregullt e di, po këtë turqishtën e Karadenizit pak e vështirë me u kuptu. Po më andej kur jena shkua ne kena mësu do kongë që i përkasin që ati regioni. E njona u kongë kjo, dhe më thonë që e linde në teja. Edhe u kongë shumë e mirë, se shumë e lumëtër, dhe më thonë edhe me valdzem, adin sa e mirë komplet, ma rikujton komplet një farë periude që ka qenë veç pun, po e lumëtër, njëkosisht eksperienca ma mirë i jetës. Bravo, atëre që përmes kamerës Roninit Sakit, haj makaronat se të lash. Në fet, për shty po knaqë që në të shion bre shiku, se e lash ma hongër. Nuk është pun me hongër. Jo, që shtash ke me hongër. Edhe plus që ma ke që kanë qëllu makarona, e s'po moj milion mufton. Po që shtash, hajde kena me t'lun. Shkona i san tjetër. Po, kena me t'lun që ci shtash me hongër. Hajde pra me fjallët e tuja jo, po hajde fundi asaj këngës, ty thonë marketing edhe këthemi shikus më sëndrani kanalin se kemi me u knaq me Loretën, jo me mu. Shikus të ndëruar. Mos ndrani kanalin, se pjesa më e mirë halon nuk ardhë. Kështu që unë po e vazhdoj pi ha krejt, edhe rikthejmi pas pak. E ja kënu e kongën tash? Vazhdoj qato? Vazhdoj, hajde fundin e saj, qështë o fundi? Veç po e përsëres. Përsërite, hajde. Qaj e linde në teje, gidelu mjalli, jalli, gidelu mjalli, jalli, gidelu mjalli. Sirtin daki se petun, ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Marketing. 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 Shikus të ndëruar, Ana më kalon vetë për momentin se ka shku me na qitë kafe. I thash atë një moj diçka, më tha jo se i kry krejt vetë. Unë e përshfryzoj rastin me përshëndet diasporën, shqyqër që ju kemi, edhe
Edhe pa kryet Ramazani, garant për Bajram, veç isha që vinë, se edhe tash po shoh bajagi kire me targat jashtit, po gjithsesi tash po mdoket po vinë ma shpesh, edhe po gjallërohet komplet vendi. Unë du mi falenderu se cilin për juve që jeni mbështetës të mi, sidomos në TikTok, jeni bo bajagi shumë edhe ju përshëndes krejtve. Po menoj që duna me knu diçka kongën e fundit, një pjesë. Prej se shkove, e mu m'harove, et me dur t'u vorose, qfar gjëna hi bana, që kështu me m'banana, hasarant. Nuk e di dhe sa dit, e vdekur jam t'u t'prit, ati me art. Atëherë, unë jam të e pritë Anën. Ana! Erdha. A të vyna i ndima diqka? Jo, erdha. Unë nuk në që atë të fokë. Që për caki, shikoj. Smir caki. Shukon edhe ajo konga bre. Pse nuk erdhe ti moj sot mas darke, kisha qef me ty me pini kafe. Kisha qef me ty me pini kafe, e me ti thonë moj goc nja 2-3 lafe. Ana Mariana. E qnej se valla, makaronat i ka qa. Shumë të sheshma. Njëkohësisht, a muj me shtu diçka tjetër. Ajo, që po vjen Ana? Që erdha? Hajde, ka dal, se... Ka dal shpejt. Monolog, nise, pak dialog, se... Fillimisht, ja një... O shumë fajnë. Princi vanilës, provoje. Shumë Qfar shije ka? Fillimisht era, është O, unë e dashuroj. Kam disa në shoshni, o janë vanil. O, shumë e du. Po pëlqen? Në ekstrem e mirë. Unë e konsumoj bajegi, e gjithmonë prej princit. Okej, fillimisht... Se të të mirë. Ja një salvet për ty, tash kemi salveta tjera, përshen? Ma përshen? Po e Sa mirë. detajiste. Kjo po të shpika. Po, edhe me kauqe, edhe me unaz. Me gjithë shka. Edhe gota me komplete. A, bravo. Këtu ke 2 llojet baklavave, një me pistaci, një me arra dhe ki kynefe, mbëlsira e famshme turke. Oj, botin neve. E, po tash, Ramazan bre, masi sprita me lokum, kështu që... Hajde, provoje baklavën, ose kynefe qatë dush. E kemi prej Madosa, të famshmit në Turqi, kështu që e përshëndesi Madon, faleminderit Mado, na është bashku për Ramazan të Shijanës, gjë që më ka gëzu shumë, plus pa ta fatin që e kisha dikë si ti sot, me Ramazan, sa mirë? Shumë mirë, faktikisht edhe Mado është njëna prej vendeve që frekuentojmë BG. Kur shkojmë në Stamboll, e këtu? Edhe këtu, po edhe atje, do me thonë para se me qenë këtu, atje gjithmonë më pëlqen masi që të hojna ëmbëlsira dhe qaj me qesin shumë të mirë. Ah, bre, qaj herën tjetër? Qaj se nga ka kop kryt. Wow, shikues. Shka bre me ëmbëlsira. Shumë e shishme. Super baklava, shikues. Prishtina Mall, krejt ju që përna sheni këto momente, kërkoj falje fillimisht që po ham, po i tillë është shija e Anës. Në që se keni mysafir sot, shkoni Prishtina Mall, keni zgjidhje ende më shumë. Ja. Shumë e shishme. Wow. Lumë të ri. Lumë të ri, bash. Të bëftë të mira. Shumë faleminderit për ima. Hajde këzor me kate. Lezat. Lezat? Lezat më ardh ma shpesh. Ma shpesh? O, hajde dhe mëre. Herën tjetër kime gatu tema. Në gëzuar. Qka dush? A tha që gatun? Po. Që herën tjetër do të gatuash. Herën tjetër. Kena marrë. E që kjo ka shumë interesant që ku se peshojnë e kemi ndru venden dhe mullë gjithë qështu si në shpe, ha? Që kishim najtë në shpe. Për një arsye shikus nuk mora jas të ka. Ja pra, kompania më e reja, po, më e reja në Qaberto Ashley,
mundeni me ardhë pranë Qaberto, nuk keni vetëm vendore, tash, po kjo kompani është bashku Qabertos edhe arsyeja shikues që jemi ullë këto është se siguresa, diçka kishtë probleme edhe Nasirin, Agja Nasert përshëndes, elektricistin me Ramazan Vushtri është. Tha, dhe nesër së më kry punë kur gjithë asha din qka, pëse si ndrojnë ana venin Loreta. Mujna me ndru venin shumë lejtë, po. Shumë e rahatshme. Prima, si astë, qëtatë upet i kejtë. Shumë e rahatshme, nësë po mëj. Ja, hajde të regullomi tash për me. Okej. Ma herët ki thonë kuzhinë ndë nuk ja ka njësë intervista fillon tash emisioni me ty. Këna cilë dhe njerë që të kom të shianës. E kam thënë që krejt herët në fillim në intro që, ja, do të më pështetë shikuz, na falje. S'po di që shme nejtë. Ja, kom thonë krejt në fillim, Loreta nuk e kom njofë, diri sa e kom pa një video të shkur që ke qenë të kolegu jem Resulje. Një super zë, një vajzë shumë simpatike, ma dhe prej telefonit një energji shumë pozitive. Edhe, thash pak ti në emision se lu. Edhe të shkruva të tira. Shumë faleminderit. Sinqerisht kur i pash fjalën në Por harrova, prit harrova me presim ande e vazhdojmë. Po arsyeja kryesore para videos të Resulit tash më kujtu, është vajza e Hallës nga Tetova, erdhi në Prishtinë edhe më tha, pse nuk e thret ta këtë Loretën, pse nuk e thret? Kush është brejtash, si moj nuk e një shife si këndon, edhe hina në TikTok, ma ndi ajo hini, edhe po, kështu të kom shkrua, po? Po, qashtu ka qenë. Qështu di qka të kom shkrua? Unë i pash fjallë, në fillim u gëzova te për shumë, edhe motra shumë për cjellove dan te për shumë. Faleminderit. Edhe ajo më tha, ate Ana, po gjithqysh, shianës është te për emisioni mirë, edhe më nësh me shku me provu dhe me hungër diqka, automatikisht të dita që arabjata. Ma plësova dëshirën? Edhe plus ma ke plësu mënyrën ma të mirën të mëndshme. Si që këna, si që të shumë e shishme, krejt po pajtohen. Dhe me thona po pajtohen edhe ju që shia ka ti për e mirë. Po, e me kokë cake. Loreta, për ndryshë na këto kemi një orë të zallit, se s'po di apo shije sa që kemi ndrua ambientin ton, e kemi traditë të shianës dhe po që ditë nga shikus mos të marrë mësysh që 3 vjetë halas na u ka thy e adhuroj këtë orë zallit. Loreta, kur e shek orën e zallit, çka mendon Loreta? Unë kur e shoh orën e zallit, menoj qysh elementet e vogla që e bojnë një të tërë, edhe ditë që e bojnë javën që bojnë mujnë edhe jeta po jetë tepër shpejt. Nuk e di ashtë që u bo shumë dinamike, po jena shumë të nëzonën çdo ditë, po që na po harrojmë që prindë tonë po shkojnë tu plak, na po shkojmë tu rrit. Unë hala menoj që i kam 19 vjetë. Nuk e di pse kom metë 19 vjetë, nuk e di. Po gjithsesi, mandej të mundohemi me jetu mënyrën më të mirë të mundshme se për me në fund ditës veç kena mu asgjësu edhe veprat e mira kanë me na met. E vërtet, Olizan. Edhe ty, me zërin tënë të bukur, i kënaq të gjitha ata që të ndjekim, bile shikues, shekin e kemi kamerman sot përballë edhe e ndëgjova ma edhe të që kërta heta, unë e ty njeke në TikTok, Loreta ta faleminderit shumë. Je bo pra virali në TikTok me një këngë që ka shku me 800.000 klikime, apo? Po, unë faktikisht TikTok-un e pa ta pas shumë amati, po që nuk e kom përdor veç për me shiku naj video. Mandej krejt rastisht e pa ta posu një video, dhe mandej që e shkoj viral, dhe zakonisht në fillim jem diku prej komenteve negative. Komenteve negative? Po, qysh dim ne shqiptarët, dhe më thonë me komentu, edhe zakonisht janë ata persona që nuk kanë as profil tyrin, dhe më thonë, por që mas një kohë, pash që TikTok nuk është që kisha naj koment negativ, edhe krejt ishin asi komente që veç tojnë me vazhdu ma shumë. E kuj ki marrë ato komente negative ma herët? Jo, e kom fjallën në përgjësi në video që ka, do më thonë TikTok është komplet një basic video, një njeri, do më thonë kur gjëheq, edhe njerës gjejnë prap se prap gjejnë ko me komentu diqka që mujnë edhe me kalu pa komentu heq. E mandej kisha frikë para gjykimet, me tregu drejtën, edhe aty ka qenë ajo momenti ku kom step pak që nuk desha duna me vazhdu, me postu, mas asaj videos të para, jo. Po më përgjësi, videot e mira më kanë inspiru hala ma shumë, komentet po mendoj të mira, më kanë inspiru hala ma shumë me vazhdu. Qëll është një koment që ti kësan, wow, duna me vazhdu, a mbarë me ndat koment?
Ka komente tepër shumë, po zakonisht më pëlqen ato komentet sa i përket veshjes. Komentet që më pëlqen tjera janë që bojnë krahasime për shembull me këngëtarë që janë bajagin sken. Hajde me kënd kanë bu krahas, hajde me kënd kanë krahas. Zonin e thojnë disa Alberia Dërzhonaj, nuk e di, unë e përshëndes shumë këngëtarën Alberia Dërzhonaj. E përshëndes atë unë. Është njeri mrekullueshëm përveç se është këngëtare mrekullueshme. Okej. Por që bojnë domethënë gjojnë jashtë krahasime ose të krahasojnë me dikon çish po dokësh, e kështu me radhë, por një koment që më ka ra m'jep domethënë një farë ndjesie shumë të mirë, është zakonisht prej atyne familjarëve ku ne jemi na hengje. Okej. Edhe mandej ata komentojnë, tregojnë që shkan kalu, edhe gjithmonë jem fjalë të mira, kjo për mu është gjithçka. Është një feedback pozitiv që e vlerësoj jashtëzakonisht. Okej, këtu e kemi një dhuratë për Ciao Berto, kështu që derisa po flet ti, ke zbritje 20% nga Ciao Berto, dhe 25% nga teknika franke, nëse të pëlqej ky kauç. Po valla, sa gash. Sa gash të mendu. Sa gash të a përfshihet edhe çi ky kauç. Po më përfshihet që jo. Veç hajde ti këtu çat dush. Ka zgjedhje tepër shumë, domethënë sytë po të mesin. Ja vërtet. Ashtu njëri e blen për shembull një kuzhinë, amo derisa të zgjedh, derisa të vendos në gjatë kuzhinë shumë problem me vendos këtu në Ciao Berto. Cila është kënga që të ka shku viral në TikTok, ta dëgjojmë, jo me fjalë. Një këngë që ka shku. Kënaja, çaja që të ka shpërthyer në TikTok. Që ja ki pa hajrin. Ka shumë këngë që kanë hec, domethënë çat viz pak si të njëjtë. Është ajo Unë jam e vogla e nanës, një këngë. Ama ti e madhja e nanës. Unë jam e madhja e nanës. Po s'ka lidhje? Po nuk e di as se unë jam e madhja. Edhe ti e madhja. Ani okej, po gjithsesi kjo ka qenë kënga, Unë jam e vogla e nanës, është nga Fatmira Breçani. Hajde. Po e këndoj pak. Hajde. Unë jam e vogla e nanës, ja kaloj hanës e zanës, përse thonjë lule mos prek, prek e mos ki dert, e hajde prek e mos ki dert. Unë jam e vogla e nanës, ja kalojm hanës e zanës, përse thonjë lule mos prek, prek e mos ki dert, e hajde prek e mos ki dert. Në, son me këndim jo shumë keq, por ti kur po këndon edhe fytyra po të buzëqesh, edhe shpirti, edhe zemra, edhe krejt. Dikush këndon, por është aq. Edhe si këta Polina kështu? Unë dashuroj. Ti po të shkëlqejnë sytë, moj? Unë dashuroj këndimin, për çfarë arsye mundohem me ja dhon hakun që thonë. Po zemra. Mundohem kur të këndoj me përcjell veç këngën edhe kur gjë tjetër. Normalisht që jo gjithmonë jena të mirë emocionalisht. Patjetër. Një i vlen edhe për mua. Shumë e vërtet. Amo esenca është gjithmonë me përçu diçka pozitive tek njerëz që po na ndjekin ose tek njerëz që janë prezant ose rreth nesh. Për këtë arsye, diçysh kur kënaj më doket vetja që më të bëj diçka mirë dhe nuk e di e ndjej. Syt po të buzëqeshin. Është shumë faleminderit. Po zemrën. Dhe i pjesë e dosmave. Po. Kana xhexhe, çaje fejesa. Bajage. A garante kollat, ja? Na po kënaqemi ti për shumë. Dorësmat fillimisht në fillim e kom pas një farë frige, si profesion jam komplet diçka tjetër edhe do ta tregojmë sepse ka studiuar në Turqi menaxhment. Po, menaxhment dhe informatik, business administration ka qenë edhe. E praktikon këtë punë? Jo. Jo, se kesh thonë të ka hije se me sektor me knish kjo. Jo, a din që në fillim e kom dorës, nuk është që nuk e dua ala. Po e tash për momentin këtë profesionin që jam, tash e shoh që është pak pengesa dhe për këtë arsye s'mundem me i bo dyjat. Atëherë pata e kom bo dhe si double major filmmaking, dhe me thonë pak a shumë jenë konë si industrie për bashkët. Sa interesant. Me këndimin, dhe me thonë që kjo konë diçka për bashkët që ka pas business administration edhe filmmaking, për ndryshe kur gjë këtë muzika është komplet diçka tjetër që e ku marrë prej babit edhe prej mamit, se edhe mami kënan bile kanë herë për fshin video. Kur fshin dritare, ta kënë? Edhe është, jo veç kur e postoj, edhe shumë është interesant, sa herë është mami me një video me mu, e video kom e shku në ekstrem shumë viral. S'po me këtë kauç, kësi me qenë prej ujë shikues, po rritë qishto, s'di që shpo dalë në kamerë, ca ke a bën me ne qishto? Bën, ca ke ma konfirmoj mirë është. Ta mam për shpe. Cila është kënga që mas shumë të kërkohet në dasma?
Mas shumë 2, 3, veç kënoje, hes me sa kalzo. Mirë ma ban kur më thu se ti s'ekziston për mu. Kuku. Tonat këqija ti mi thu, vjen dita ki me pagu. Anide, anide, anide. A kjo është nusja kur i kthehet nëndrit, a? Nuk e di, A nuk e veç, den, okej. është një farë... Kjo ke një farë disi. A din që është puna, si komplet dorësmën e bojnë shoqënia. Qashtë. Tashte njoni rahatohet për shembull, njoni për ty në rahatohet, këta tjerë të mesin halon kërkajq. E nashta këta tjerë të gjojnë vetën që si kongë që janë pak ma... Amo është shumë kongë ritmike edhe vjetër, edhe... E kujt më falë, se pas na dëgju. Unë e kështu, me tregu drejtë nuk e di bashkë kujt është që kjo kongë, veç e di që është tepër moti, edhe njerëz të knojnë bile ka edhe keq kuptime sa i përkat në fjallës, anide edhe halimen. Nuk e di është halime, anide, do më thonë për që të për ju kërkoj falje, nuk e di është njona për tyne. Se kër e kom kënu halime, hanife unë e pas nga kënu, njerës më komentojshin halime. Okej, do më thonë dyjave ju kërkoj falje. Cila është konga për mbyllë se ndasëm, që ti e mbyllë dasmën, hajde. Zakonisht kongat janë me... Dorësma tash po mbyllën me DJ. Me DJ-ja, ama këngëtarë dhe këngëtarja, dhëtë me pas një kongë. Po, tortja. Tortja, hajde cila? Tortja. Hajde. Kur nuse është zeshkone, moj zeshkanja ime, shikimit më djek si zjarë, pran lumit që ndrojnë të dy, zemër kam një malë. Kuptoje një zemër të djalit, që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqert, që ta dhuron, ta dhuron. A ti që kom thonë krejtë fillim të intros, kom thonë që kjo këngëtare nuk ka nevoj për muzikanta, që parë gjanit bukur ki. Shumë faleminderit. Shumë Je faleminderit. bekume. Shumë faleminderit. Unë për një me menoj që jam e bekume saj përket zonit, po njëkohësisht e falenderoj ti për shumë edhe familjen tem, babin ma shumë, që s'na kalon me deviju prej muzikës shqipe. Bravo, babi, ja? Na ka majtë, do më thonë qa devi, edhe nuk donë muzikë qka nuk është shqip, unë nuk e donë, diçka nuk i flen. Edhe për këtë arsye ta shumica kongëve shqipe, i kënojmë edhe i rujmë me fanatizëm, se menoj që duhemi i rujtë. Nëse nuk i rujmë na, kush kom i rujtë tjetër? Vërtet, se sa ti po flet, kjo kynefe po ma bën me sy. A e provojmë? Ti kisha provu edhe unë pak për ti. Duhet pi edhe pak kape. Ti pi pak kape, më ta marrë pak kynefe qëto. Ama provoj edhe ti, ha? Provoj e si me qenë prej Turqisë, o zotë. Ama kjo turke, prej atje shikus, ama... Ama puna është që... Provoj e. Edhe me veti, inshallah kam kynefe. Edhe me veti, inshallah kam kynefe. Kjo, unë kom me duru. Par zotin. Ma do, ta dhuron një kuti në shpekim me që, ma vonë ta ja. Qysh me ru ato me hungër kadal. Po ty unë nisën lipjan rrugës, ka një comë. Unë e kam edhe ngat. E hani një iftar nesër. Unë e kam edhe ngat, madon. Po, bravo, që sa mire te, afer e ke. Ka nërë pyetje nga publiku. Do t'i bëjmë tani nga të pyetje, do të përgjigjesh, okej? Okej. O, dhe kofja shumë e mirë. O, ti për ta pije dhe unë. I love vanilla, my favorite. Problem, mi pas që to dhe me u fokusu në bisedë. Kështu që më falë. Krejt ka pak. Krejt ka pak. Met non-stop Me ty jo. baklov. Me ty jo. Okej, shikues. Për asgjës do e pyesja, thjesht do i thoja, do kisha dëshirë të takoja në Tiranë. Në Tiranë? Në Tiranë. Kismet në Tiranë, do takohemi, po shplësoj. E qëtë një histori, ke thot nesër në Tiranë. Hajde një takohemi. Për pos buzëve, a ke filer apo botox dhe a je pro apo kundër? Jo, për pos buzë nuk kam diçka tjetër. Nuk jam kundër për derisa dikujt, për shembull, mundet m'ia hek një kompleks ose diçka tjetër. Jam kundër teprimeve, do me thonë, sana që bun kur deformosh komplet, s'mbetësh, do me thonë, te kur gjë prej teje, s'mbet, atëherë jam shumë kundër aty në ndryshimeve drastike. Bukur i ki buzë, o pëlqej. Shumë faleminderit. A po të shkoj? Shumë faleminderit. Cila është pika jote dobët? Pika jam e dobët familja. Familja? Familja. Do me thonë njerëz të me tafërt që i kam pikë dobët. Okej, përfundua me pyetjet. Por unë e kom pyetje. Halo pyetje, okej. Hajde. Konga turke që ty të emocionon, se e kemi pa që këndon edhe turqisht.
Është një kohë, unë e kënoj turqisht edhe ndarës. Sen Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum. Sen biliyor musun? Ben de biliyorum. Ka studiu atje, për çfarë e pas pyeta? trek je në Stamboll, Po ç'ke kalu? o tepër mirë, pas 3 viteve shkova. Shumë, Edhe shumë që ato kam para lakmu. 2 javëve thash në emision që ku se më kthy para disa ditëve, hajde tash po shkoj në Mado, po bleja, më thotë ardh Madoja te shijonës vet. Atje s'mriva me ble, sa Valla shumë të kom interesant. lak mua. Jam kënaq valla sinqerisht. Definitivisht shumë kisha nevojë në qatë periudhën kur je kon te kisha dhënë nevojë me shku Është dikon. super qytet, është magjik, Stambolli është unikat, një prej Definitivisht. qyteteve më të bukura në Edhe botë. shumë inspirues. Unë nuk e di, Shumë. a ju duket edhe juve, po në Stamboll, kësar të shkoj edhe te ura Bosforit, shumë inspirona me bërë shumë sene. Edhe xhamia ti ka të bukura atë. Ekstrem, Magjishme. gjithçka. O maca. Berberi prej ke flok shikus. Maca mrana, si abazhurja kishin lotë dritarja një vend, o sa cute. Tepër cute. Ama unë shumë i du edhe që kujdesen për ato macat Shumë. krejt ato e veç e din saktësisht që ka diçka mi tavolinë edhe munohen. Po ndryshë Stambolli mirë dhe si paraj sa e macave. Po. Qyteti Ka paraj dikëj, si a? macave. Ka dikëj, më duket edhe. vet. Hajde Qatë tani na pa. thua një këngë. Tyrqe xhanëm. Tyrqe. Tyrqe. Zakonisht e kënoj ndarës ma lejlim le, po kam qef me kënu ka dal. Hajde. Ju imaginoni një klarinet, po. Hajde. Ju imaginoni një klarinet edhe një violin. Hajde. Do me thonë. Dëndëm daldan kopan kuru yaprak leylim ley Zeherli dağıt beni kır beni leylim ley Götür tozlarımı buradan uzak leylim ley Yarim çıplak ayağına sür beni Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley Leylim ley Artur Kiti, unë shumë prita që kemi shku versionin shpejt që Jo, më më që pëlqen zhvejzët kjo, Ibrahime, kjo a ketë një version tjetër. Ka dal, edhe me imaginu një klarinet edhe një violin se kena me veti se tek shumë pas. A me e këndove sa bukur, a? Tash me vesh të mi, ti s'bune asë një gabim. faleminderit. Une zos kam, vesh kam. Me rëndësi me pas një Bravo, unë. me rëndësi me pas një unë. Mujë që kjo më vynë në profesion, temen që kjo më vynë. Jo, po është këngë që unë e du prej vogël, dhe më thonë e këmë dashtë Ibrahim Këngë shumë e Tatlisës. famshme, super artista e. Kër ka qenë Shpëtoj Ibrahim s'di që, Tatlisës në interesant. Kosovë, atë 2002-ën po më doket. Shumë Shumë kisha qef me shku në koncert, po për shkak të moshës nuk më isha me Shnash. shku, po gjithsesi inshallah në të ardhmen. E di që i ka disa koncerte në Stamboll që i manë. Po do është me shku, E kam sa është hala në atë gjallë dhe po listën. mënët, Po. se në s'kom priti që a i shpëton, po që zoti i matë, shpëtoj. Bash, shpëtoj Ja, edhe për manë koncertet bëjkit Bravo, mira. Me qenë se ime të gjua turke, kënga turke, ti ke zënë vendin e parë shumë vite më parë, kam thënë në intro, në mesin e 100 e mbi 40 shteteve, Po. ke dale para. Po. Mbi ka të shkurtat, sepse mi fund të intervistës, Atëherë ka qenë një garë, 145 shtete kanë qenë që kanë marrë pjesë, kemi këndu gjithë, do më thonë, edhe aty prej krejtve jena vlerësu me vendet, 5 vendet, do më thonë jenë përmend, dhe majnë men e para ka qenë Kosova, e dyta ka qenë Azerbajxhan, e treta ka qenë Moldova, do më thonë dhe i këto po më kujtohet lista. Edhe karakteristiku konë që na çka kemi këndu, për shembull në kompasë Shën Karagja, ajo ka qenë Juri atë, ose dikush tjetër e ka Sa pas interesant. Orhangen që, do më thonë krejt i kena pas, Orhangen Gjebaj. unë shumë e du edhe Edhe Orhangen shumë i Gjebaj. mirë. Do më thonë krejt kanë qenë prezent atë, edhe orkestra që tash e ka OSES Turkije, kemi bashkëpununa me ta, edhe prej atëherë ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme, se koncerti final ka qenë në 70.000 njerëz në stadiumin e Fenerbahçes, e mojnë men. Edhe për herë të parë e kum përjetu një ndjenjë që nuk e kisha përjetu ma herët kur, njët, ka qenë diçka shumë e re për mu, si ndjenjë. Edhe veç Duart Rokiti, do me thonë edhe që ajo jehona zonit njerëzve, të shteshin mu tërqetë në stop. Do me thonë, ka qenë ndjenje pa përshkrume, Vendi parë. vendi parë. Do na këndosh, Vendi do parë do ka e qenë. mbyllim emisionin në këtë. Po mënej, Okej. pjesën e intervistës, se kemi me mbyllim emisionin bashkë atë e zbashku, a bën? Okej, Cake.
Okej, pa pikë problemi. Është Karagja ka qenë konga. Her çiçekten bal alırsın, her gördüğünle kalırsın. Sen kendini ne sanırsın, belki bir gün uslanırsın. Gönül, 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 ah gönül. Uslan artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür. Uslan artık deli, divane gönül. Qka që tash po mdo këtë lexova. S'kisha lënë me folë, në karantin, se ti si karantin. Shumë pa Shikoj, është momenti për bllokun e dytë të fundit marketingut. Unë u kënaqa me ty, emisioni ju është kaq, sepse pastaj kaq. A do ta mbyllim bashkë emisionin? Po, edhe une po du me thonë faleminderit shumë për ftesën sa i përket kësaj pjese. Jam shumë e lumtur që kam qenë sot me ty, edhe ushqimet shumë të mira. Definitivisht, do më thonë, për pasta, approved. Tjerat nuk i di, a mos sigurt kreti bën shumë mirë. Që shje dhe vete mirë. Faleminderit shumë. Edhe inshallah shumë suksese në të ardhmen. Shumë faleminderit të dashur. Naltë më naltë. Respekte shumë edhe ty të pa fsha kështu. Mos harroni shikus dasmat 2025, Loreta Aziqiri në Instagram. E shtrejt, a e shumë? Mirë. Mesatarisht. Mesatarisht, nështë ju bën pak ullje. Shfrytëzojeni kodin Shianës, 10% besoj ju bën ullje. Që edhon e njëjtën sandë, me thonë, qau verë, ton 20%. Hajde, kreti që i shkruni, ju dëshironi për ditëlindje, feje, sa këna gjeq. Prej këti momenti që përshinja emisionin, veç shumë Loretës, të kom pa emision të ona, 10% ullje, Loreta ju bën ullje. U bukri. Shikos për shkojnë marketing, këthejemi shumë shqip në së ndroni kanalin, se do të mbyllim bashkë, si do të mbyllim, nuk e di as vetë. U kryo emisione. U kryo shumë keq. U keq? Po më pëlqen. Mësova dyqysh. Mësova? Hajde na i ditë kur jena gjiri me këshër ma qërë. Po vëlla, ka me ardhë. Ka me ardhë. A u njëve mirë? Po vëlla, shumë rahat. Shumë rahat, sinqerisht, shumë faleminderit për ima, si në shpe. Edhe të falenderoj arzakonisht shumë. Edhe ona të falenderona që na erdhe. E para për makaronat falenderoj. Në është të nare bëjna i restorant me pasta. Ondre ka me dhënë. Ta jep një dhurat më si jemi qëtër. Po qëfar dhuratë, sa dhuratat më geni dhënë sot. Qa bëshash? Të shtu kur t'jesh me një emision shumë të mirë. Madë, që rëko ki këne fen, që ku i lojt e baklavave, bësha? Po, vëlla. Që ka përshtat kutia shikus me veshje. Me veshje, edhe gota, to zi diqka sot krejtë dhe atë. Krejt. A përshë shikus, nëse dëshironi me egzudi kanë, ose keni me shkur një ftarë të dikur, që shkoni në Mado, një kutit e tillë me krejt lojt e ambëlsirave. Për çfarë shije? Nëse dalim këndej. Po. Faleminderit që Alberto Franke, Scotti, Garofalo, Prince Cafe, Finesa, Uji, Alkaline, Gresa Begolli për grimin, për flokët, Ajseli të Albani. Kush është kujdes për ty, bre? Unë e vetë vëllojnë. Veta? Vetë. Bravo, talent edhe në grima. A di që ka esenca që u qova kështu pak vonë, e para. E dyta, Ramazan dyqysh me shku me najt 3 orë, mu do ke që po ma merë shumë kohën. Si e normal, tash bona gati shpejt vetë shumë faleminderit, të marrë si kompliment. Jo si kompliment, po është kompliment të lumta, bravo. Qa po mjek me këta e lajnirave që në di. Apo, sa minuta një nësë me ke lyt. I gotë e rishkune. Qa ta pritoj, mu li vetë a e lajnirat kër kasu nja. Ja, te për bukur, dhe kesi shumë të bukur. Shumë faleminderit. Në Nazar, qëra ko e kom atje Nazarin të shpëreti, a bëshe? Për mësysh me magnet e kemi atje. A më të vynë me pas ty, Po, që është se shumë... Faleminderit shumë të dua. Flon këta o shumë, faleminderit për lullet, që sot i kemi pasë këto lullet të jashtë zakonshme këto. Dhe para se me lëshu shikues Loretën, se kom një dhurat, po para se me dha pru dhuratën, a ke dëgju për platformën JP.com? JP.com? Po. Pas ke dëgju? Po, kam dëgju. Bravo. Në JP.com, unë është për shembull të tesha që i ke vesh, nuk po donë më mi vesh, ke dëshirë me i dhuru, ose me i shit, ose me dhona i fustan me qira, diçka, pa paguar asnjë cent, në platformën pra shikues JP.com mund të dhurojmë, të shesim, etjer, për ndryshe,
e kanë aty edhe folderin për pushime, mund të blejnë bileta, etj. Ndërsa që jmall.com, tash tjetra platformë në kuadër të j.com, mundemi me ble frites, fan, gjithë shka, ka ullje shikues. Po të një këto momente në jmall.com, se nëse kena telefonat, po kur të shkon shpe, mos e le pa hin jmall.com, që javën e kalu me pash një frites që ke prej 200 euro me 135 euro, po të le 2 sekonda fol me shikusta. Që të po më lënë gjithë të folë vetë, po gjithësëse ju falenderoj edhe juve që keni qenë me neve deri tash. Shpresoj që ju kemi dhonë diçka për me kalu mirë edhe ju. Qashtë të mirat për mëngjesit. Princit gëzon për Ramazan, me një aparat Oh my god! A mos e mojt, nuk kam fjallë, dhe me thonë të Ana, nuk më marrë dërata që ka shumë bajagini ko, shumë faleminderit. Ti ke edhe kafe, ti ke edhe filxane, ti ke aparatet. Prince, shumë faleminderit, definitivisht. Egzofsh. Ama e meritoj se gjithmonë e kom konsumu Princen, kështu që... Bravo, apesha. Gjithqysh e meritoj, shumë faleminderit. Egzofsh. Sinqerisht, ishte knatësi. Une, për ima ani tash me dhurata, gjithqysh dush më më thirë prap. U kry? Ashtu? Hej, a do të më thirë prap, Ana të Shianës? Se ca ke, po, që ca ke u bu. Okej, ca ke faleminderit. A u bu, vitin tjetër. Vitin tjetër, unë e prapë. Suksese 2025 me dasma, me gjithë shka, me këngë të reja, edhe shkëlqe gjithmonë. O, shumë faleminderit edhe juve. Inshallah sezona tjetër është edhe më suksesshme, edhe... Gjithqysh. Gjështu, dhe më thonë, me mënyrat më të mirat mundshme, gjonat më të mirat mundshme i ndolqin. Me se nem kanë për dalim, hajde, për fund të do. Ajo, që është ajo konga. Une jam dashnurja jote, ditën e mirë.